Të dashur qytetarë të Shijakut dhe të qarku Durrës, jam sot këtu për të ndarë një problem shqetësues që lidhet me trajtimin e mbetjeve në Bashkinë e Shijakut, e cila prej 2019-s qeveriset dhe keq qeveriset në mënyrë kriminale nga një kryebashkiak që në vend që t'u shërbejë qytetarëve është vënë në shërbim të bandave të qytetit. Si të mos mjaftonte vjedhja dhe korrupsioni, sot Eltona Arbana po mbush Shijakun me plera dhe po shkakton masakër mjedisore. Së pari falenderojmë emisionin investigativ Piranjat për punën serioze në identifikimin dhe zbërthimin e kësaj skeme të pastër korruptive të mafjes së plerave. Të dashur qytetarë, më 27 shkurt 2025, Bashkia e vënë në urdhrat e krimit shpalli tenderin për shërbim, pastrimi, grumbullimi, depozitimi të mbetjeve urbane, mbetje të hapësirave publike dhe varrezave të qytetit me fondin 1.2 miliard lekë. Më 8 prill 2025 shpallet fituese e një kompani private të cilës Bashkia i jep 99% të fondit limit. Ashtu si dhe në rastet e tjera, u shkelën rregullat e garës, pasi konkuronte vetëm një kompani, e cila rrjedhimisht do të shpallej edhe fituese. Në një nga pikat e tenderit, cilësohet se mbetje duhet përfundohen në landfillin e Sharrës, por Bashkia e Shijakut nuk i ka një kontratë të tillë për të depozituar pikërisht mbetjet në këtë landfill. Të gjendur përballë kësaj situate, me qëllim për të vazhduar projektin e vjedhjes së 1.2 miliard lekëve, Bashkia në bashkëpunim me kompaninë private nis një masakër mjedisore pikërisht në fshatin e Hardishtës, duke kthyer këtë të fundit në një landfill ilegal, ku Bashkia vihet në shërbim të privatit, duke përdorur mjetet e saj për të hapur gropat që kompania të hedh plerat. Kjo situatë ka shkaktuar një masakër mjedisore, ndërkohë që në vend që të gjejë zgjidhje, kryebashkiaku jo vetëm që gënjen për pikën fundore ku përfundojnë mbetjet e qytetit të Shijakut, por dhe mohon që në fshatin Hardisht të jetë një situatë e tillë. Por gënjeshtra i ka këmbët e shkurta. Fal punës së ekipit të Piranjave, çdo gjë është e dokumentuar dhe krimi mjedisor me firmë dhe vull të Bashkisë së Shijakut duket ditën për diell. Mbetjet e hedhura aty dëmtojnë tokën, ujin, produktet bujësore që mund të konsumohen nga banorët, por që edhe mund të tregtohen. I zën mat me pamje të pakundërshtueshme që faktojnë masakrën që po i bëhet Hardishtës dhe tokave bujësore dhe ujit të këtij fshati. Eltona Arbana shihet pas gishtit dhe nuk merr përgjegjësinë që i takojnë. I bëjmë thirrje prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, që të nisë menjëherë hetimin që nga hapja e garës për tenderin që vuri në dispozicion të bandave të plerave 1.2 miliard lekë deri në shpalljen e kompanisë fituese, e cila ishte e vetme në garën ku jemi sot. Tek masakra mjedisore që ka kapluar Shijakun me dëme të pallogaritshme në shëndetin e njerëzve. Të gjendur në këtë situatë, pyetjet që shtrohen janë: ku është IKMT e Bashkisë Shijak që nuk merr masa, apo është në bashkëpunim me Bashkinë e Shijakut për këtë krim mjedisor që po i bëhet Shijakut? Ku është Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, e cila ka mbyllur syt përballë kësaj masakre mjedisore? Ku është Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe të gjitha institucionet që në vend që të ishin bërë zinxhir bashkëpunimi për të ndalur krimin mjedisor, heshtin për kryebashkiakun e Shijakut dhe mafjen e plerave? Po ashtu, një thirrje i shkon dhe organizatave mjedisore që të reagojnë menjëherë për të ndaluar këtë masakër mjedisore që po shkaktohet jo vetëm në fshatin Hardisht, por dhe në të gjithë zonën. 11 maj po vjen. Kjo është dita kur do të ndahen rrugët e të mirës dhe të keqes, e shtetit ligjor dhe mafjes, që ka marrë peng Bashkinë e Shijakut. Shijaku dhe i gjithë qarku i Durrësit meriton të përfaqësohen nga njerëz dinjitos dhe jo nga individ që janë vënë në shërbim të krimit. Prandaj, të dashur qytetarë, kur të shkoni në kutinë e votimit më 11 maj, kujtoni pamjet e tmerrshme nga masakra mjedisore që po i bëhet kryesisht këtij qyteti nga mafja e plerave dhe pyesni veten, a e meritoni këtë?